Gruaja që e fejoi burrin e saj nga Zoti i saj. Ishte një grua e cila e donte burrin e saj nga thellësia e zemrës së saj, edhe atë e donte shumë. Frikohej se do hynë në xhenet e mos të jetë gruaja e tij në xhenet, ashtu siç ishte në dynja. Kjo grua është Umu Darda, gruaja e Ebu Dardas, Allahu qoftë i kënaqur nga ata dy. Ebu Darda është një nga sahabët e mëdhenj, i cili e mbante epitetin i urtë i këtij umeti dhe zotëria i lexuesve të Damaskut. Për këtë arsye, Umu Darda ngrihej dhe i drejtoi Zotit të saj. O Zoti im, Ebu Dardaja ma kërkoi dorën në dynja dhe më martoi në këtë dynja. O Zoti im, unë kërkoj dorën e tij prej teje dhe të kërkoj të më martosh me të në xhenet. Ebu Dardaja kur e dëgjoi për dëshirën e gruas së vet i tha: Gruaja ime, nëse dëshiron të jesh gruaja ime në xhenet, inshallah dhe unë vdes para teje, atëherë mos u marto me një tjetër në dynja. Vdiq Ebu Dardaja kurse Umu Darda ishte një grua e bukur dhe e mirë dhe dëshiroi Muavija, Allahu qoftë i kënaqur nga ai ta martoj. Mirëpo ajo i tha: Jo pasha Allahu nuk martoj asnjë burr në dynja para se ta martoj Ebu Dardan inshallah në xhenet. Kështu është dashuria e vërtetë dhe ajo reale dhe kështu mbahet premtimi.